Kandidati për deputet i Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Petro Gjikuria, është ndalur në qytetin bregdetar të Sarandës, ndër më të rëndësishmit për gjatë kësaj fushate elektorale. Pikërisht Saranda ka patur një vëmendje të veçantë në rrugëtimin elektoral të kandidatit për deputet Gjikuria. Në këtë qytet, kandidati Petro Gjikuria, nga radhët e PPD-1, i shoqëruar nga një grup të rinj të qytetit, si dhe kreu i përgjithshëm i Omonjas në Shqipëri Vasil Kajo, ka zhvilluar një ecje në qytet duke u fokusuar te takime me administratorë të biznesit të vogël dhe atit të mesëm, por duke takuar aty edhe punonjës të këtyre kategorive të biznesit. Qëllimi i këtij takimi ka qenë prezantimi nga afër i programit të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, i cili është një program me vëmendje të dedikuar për këto kategori biznesi. Në qendër të diskutimeve me administratorët e këtyre bizneseve është folur rreth programit të ASHM, i cili parashikon reduktim të taksave dhe barës fiskale që këto biznese po vuajnë ndër vite. Jo vetëm kaq, por edhe ndihmes nga shteti në investime publike që zhvillimi dhe potenciali të gjitha bizneseve të zhvillohet edhe më tepër. Në 10 biznese në Sarandë janë shpërndar edhe fletpalosje, të cilat shpalosin pikërisht programin e ASHM dedikuar biznesit të vogël dhe atit të mesëm. Në Sarandë, Petro Gjikuria është ndalur edhe në takime me punojësit e biznesit të vogël dhe atit të mesëm për të folur me ta rreth problematikave më shqetësuese, teksa ka garantuar vëmendjen e veçantë të PD dhe ASHM për punojësit, e cila konsiston në paga më të larta dhe mirëqenie më të mirë familjare. Programi i Aleancës për Shqipërinë Madhështore dedikuar edhe për mirëqenien e punojësve dhe qytetarëve të cilët janë të angazhuar në çdo sektor të ekonomisë lokale. Prej bisedave me administratorët e subjekteve private janë evidentuar një sër problematikash të cilat kërkojnë zgjidhje. Kandidati Petro Gjikuria ka garantuar që do të jetë në kuvendin e Shqipërisë zëri i biznesit të vogël dhe të mesëm, me angazhim maksimal që në të ardhmen këto problematika të evidentuara të zgjidhen dhe mos të ekzistojnë më.